Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Forcimi i bashkëpunimit ndërshqiptar, ruajtja e vlerave kombëtare dhe avancimi i perspektivës europiane të rajonit ishin në thelb të takimit të zhvilluar në Tiranë ndërmjet kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, me kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. Më herët i pranishëm në samitin e diasporës zhvilluar në kryeqytetin e Shqipërisë, Ahmeti shpreu shqetësimin se gjuha shqipe është në rrezik në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ai nënvizoi arritjet e marrëveshjes së Ohrit dhe tha se çdo koment tjetër është në dëm të saj. Suksesi i marrëveshjes së Ohrit dhe të arriturat e marrëveshjes së Ohrit, që nga simbolet kombëtare, arsimi në gjuhën shqipe, e folura në administratë e gjuhës shqipe dhe përfundimi i ligjit të gjuhës shqipe, që është konform marrëveshjes së Ohrit, gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë sa atëhershme që ishte Republikë Jugosllave, gjithashtu është gjuhë zyrtare si dhe me alfabetin e saj. Dhe çdo koment tjetër që mund të bëhet, a mund të bëhet ligj më i mirë, a mund të bëhet kështu, a mund të bëhet ashtu, është vetëm për ta gërry përfundimisht marrëveshjen e Ohrit dhe për të ndryshuar karakterin të kësaj marrëveshje ndërkombëtare. Sipas tij, Maqedonia e Veriut ka nevojë për shqiptarët ose në të kundërt nuk ka të ardhme. Rajoni. Të paktën 11 persona mbetën të lënduar nga një zjarr masiv që përpiu pallatin e kompleksit të Arlis në zonën e farmacisë 10 në Tiranë. Drejtori i urgjencës kombëtare Skënder Brate veçoi një paciente e cila ka patur djegje 15%, por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Janë 11 në total, nga të cilët janë shtruar 6, 4 tek toksikologjia, një është tek urgjenca, ndërsa një është shtruar në repartin e djegje plastike. Kanë shtuar 5 gjithsej tek djegje plastike, nga të cilët një shtruar dhe 4 janë mjekor, janë kthyer në banesë. I vetëm person i shtruar që ka djegje rreth 15%, është jashtë rrezikut për jetë, se 15% nuk është djegje në shpinë, ndërsa të tjerët janë intoksikim nga tymrat dhe nga lëndët kimike. Është një grua rreth 5 vjeçare. Të martën rreth orës 16:46, nga një market në pallatin e kompleksit Arlis Raziar, ai u përhap pothuajse në të gjithë pallatin. Banorët u përfshin nga paniku dhe frika për familjarët e tyre. Zjarfikësit nisën evakuimin e tyre me 3 autoshkallë për të shmangur çdo rast fatal. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës, Arben Sara, tha se nuk kishte një numër konkret se sa apartamente ishin shkërmbuar nga flakët. Drejtori i zjarfikës së Tiranës, Shkëlqim Goxhej, tha se zjarri kishte nisur nga një biznes në katin e parë dhe se për hapjen e flakëve ndihmoi materiali i fasadës. Pjesë e operacionit për shuarjen e zjarrit u bën edhe 2 helikopter Cougar. Vendvendosja vijon përpjekjet për zgjedhjen e presidentit dhe shmangjen e zgjedhjeve të reja të parakohshme parlamentare. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Arbëria Nagavsi tha se kryeministri Albin Kurti është duke vazhduar angazhimin e tij dhe se në ditët e mbetura pritet të arrihet një pajtueshmëri dhe një zgjidhje për çështjen e presidentit. Sa i përket çështjes së presidentit, kryeministri Kurti e dini që është duke vazhduar angazhimet e tij. Edhe unë besoj që në ditët e mbetura, sepse nuk kanë mbetur edhe shumë ditë, të arrim një pajtueshmëri edhe një mbështetje, gjithsesi propozime konkrete edhe të gjejmë një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit. Pas takimeve që ka pasur së fundmi me kryetarin Abdigjiku, kryeministri Kurti ka bërë prononcimin e tij për media. Besoj që për të gjitha detajet, sapo të ketë diçka të re, do t'i ndaj të dhënat edhe me ju edhe me shqiptarët. Partia Demokratike e Kosovës i kujtoi vetëvendosjes se ka dhe mundësi të tjera për të zgjidhur çështjen e presidentit të Republikës. Pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit, Vlora Çetaku tha se nëse shumica parlamentare është e interesuar për të zgjedhur presidentin, nuk e ka opsion të vetëm bashkëbisedimin me këtë forcë politike. Zgjedhja e presidentit është një moment shumë i rëndësishëm për një demokraci parlamentare. Dhe ne kemi deklaruar që kjo çështje duhet të trajtohet me seriozitetin që i takon çështjes në fjalë dhe kemi kërkuar nga zoti Kurti që të formalizojë kërkesën e tij ka shi Partisë Demokratike të Kosovës në një letër të shkruar. Deri në këtë moment, një letër e tillë nuk ka ardhur në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës, ndoshta ka adresa tjera. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.